24 orë pa gjumë, baraz i dehur. Mos e nënvlerësoni lodhjen. Zbuloni se çfarë i ndodh vërtet trurit tuaj dhe si ta zgjidhni përfundimisht me Barmed. Na shkruani nëse keni probleme me gjumin. A i dinit që të qëndruarit zgjuar për 24 orë është e barabartë me të qenit i dehur? Ky është një fakt shokues që shumica e njerëzve injorojnë. Le të shohim çfarë ndodh me trupin tuaj orë pas ore. Pika e parë. Faza e super njeriu të rrem. Në 12 orët e para, trupi panikohet dhe lëshon kortizol dhe adrenalin. Ju ndjeni plot energji, por është vetëm një iluzion. Truri juaj po humb burimet e tij të energjisë. Pika e dytë. Truri fillon të shkrihet. Pas 12 orësh, koha juaj e reagimit bie ndjeshëm. Reflektet tuaja ngadalsohen, sakt si të dikujt që ka pirë alkool. Fokusi zhduket totalisht dhe humori bie në minimum. Pika e tretë. Zona e rrezikut të kuq. Kur arrini në 24 orë pa gjumë, trupi hyn në mikrogjumë. Ai fiket për disa sekonda pa e kuptuar ti. Humbni memorien afatshkurtër dhe gjykimi juaj bëhet jashtëzakonisht i rrezikshëm. Pika e katërt, një natë pa gjumë, një javë dëm. Imuniteti bie ndjeshëm, metabolizmi ngadalsohet dhe rritet oreksi për ushqime të dëmshme. Mos e normalizojnë insomnin. Në Barmed, mjekët tanë trajtojnë shkaqjet reale të pagjumësisë, si insomnia apo apnea. Rezervoni konsultën tuaj sot dhe rimerrni kontrollin e gjumit tuaj për një shëndet më të mirë.